Nuk do ta njihni, kështu dukej Dolce para famës. Dolce është njëra ndër banoret më të përfolura të këtij edicioni të Big Brother VIP Kosova. Pak ditë më parë, asaj ju mundësua kalimi për disa ditë nga Big Brother VIP Kosova në Grande Fratello. Dolce shquhet për fizikun e saj seksi dhe hiç më pak bukurinë unike. Por si dukej Dolce vite më parë, mund ta shihni në fotografitë e mëposhtme.